Ftojmë të mbaj fjalën përshëndetëse deputeten e Kuvendit të Shqipërisë, zonjën Jorida Tabako. I nderuar kryetari i Bashkisë, zoti Fisnik Qosja, i nderuar zoti Hylviu, kryetari i Këshillit Bashkiak, të nderuar përfaqësues të organizatave shoqate për ndjekur politik, i dashur Belind, i dashur Tomor, së pari njerë dua të falenderoj të gjithë banorët e Luzit dhe jo vetëm për qëndresën historike dhe heroike këtu në diell, në kushte pak edhe të dhe kjo tregon që qëndresa e Kavajës që ndryshoi regjimin, qëndresa e këtyre qytetarëve që kanë bërë shumë gjëra të mira për Shqipërinë e Mesme, është shembull se si ne duhet patjetër në këtë moment kaq të rëndësishëm për Shqipërinë të nisim ndryshimet pikërisht nga këtu. Ndryshime që nisën në 90 nga këtu, edhe në 2026 duhet nisin patjetër nga këtu. Unë dua të falenderoj përfaqësuesit e familjes Lusha për qëndrueshmërinë që kanë patur për të sjellë kujtimin e Sulejmanit si një shembull jo vetëm të qëndresës, si një shembull të mendimit ndryshe i cili edhe kundër regjimit, në regjimin më të vështirë sot kthehet në një dritë për njerëzit që besojnë që ndryshimi vjen me punë, vjen me qëndresë, që ndryshimi vjen gjithmonë vetëm nga njerëzit e mirë. Dua të falenderoj kryetarin e Bashkisë, zotin Fisnik Qosja, i cili ka bërë punë shumë të mira për Kavajën, do vazhdoj të bëj punë akoma dhe më të mira për Kavajën, që t'i japi mundësinë që këto kujtime, këto qëndresa, këto heroizma që kanë bërë Shqipëria e Mesme dhe banorët e këtij qyteti dhe kësaj treve të vazhdojnë dhe të kujtohen. Nuk ka mënyrë më të mirë për t'i ndryshuar gjërat se sa të mos harrojmë. Nuk ka mënyrë më të mirë për t'i ndryshuar gjërat se sa të vlerësojmë ato që kanë sakrifikuar. Unë, Belindi dhe Tomori vim të tre nga familjet persekutuar. Jo larg nga këtu në Savërt Lushnjës gjyshi im ka vuajtur shumë vite persekutimi. Po mos t'i kishim familjet tona, ne nuk kishim për t'i ditur sakrificat që ka bërë ai brez. Për këtë arsye ne sot duhet jo vetëm t'i nderojmë e t'i kujtojmë, po t'i vendosim në pjedestalin më të lartë ashtu siç ka bërë edhe Fisniku me familjen Lusha. Ky është vetëm shembulli i parë, ai do të vazhdojë gjatë vitit të ardhshëm, gjatë 4 viteve në vijim, që të nderoj heronjtë e Shqipërisë Mesme, që të nderoj kujtimin e tyre, të nderoj qëndresën e tyre, të nderoj punën e tyre, duke i dhënë Kavajës atë që i meriton. Kavaja është zemra e Shqipërisë, do vazhdoj të jetë zemra e Shqipërisë, po ne kemi nevojë që sot të kujtojmë ato që kanë sakrifikuar për Kavajën e për Shqipërinë. Shumë faleminderit kryetar, faleminderit dhe kryetarit Këshillit Bashkiak, faleminderit edhe qytetarëve banorëve të Kavajës.